Ukraina po kërkon $20 miliard shtesë në ndihmë financiare nga aleatët e saj në mënyrë që të fitojë një avantazh në terren kundër Rusisë, zbuloi një zyrtar i lartë në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës për politikë. Të gjithë shohin se Rusia po digjet dhe ne duam që ajo të digjet edhe më shumë, por na duhen para për të arritur këtë, theksoi zyrtari i Ukrainës. Kërkesa zyrtare për $20 miliard pritet të paraqitet më 18 qershor në takimin e ardhshëm të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, i njohur edhe si skema Ramstein, ku aleatët koordinojnë ndihmën ekonomike dhe ushtarake për Kievin. Sipas burimeve, çështja është ngritur nga ministri ukrainë i mbrojtjes Fedorov dhe zyrtarë të tjerë qeveritarë në takime me përfaqësues të Norvegjisë, Suedisë, Gjermanisë dhe Kanadas. Siç zbulon zyrtari i Ukrainës, Kievi planifikon t'i kërkojë secilit partner veçmas një kontribut prej 2 deri në $6 miliard. Mbështetja mund të ofrohet ose si ndihmë drejt për drejt ose në formë kredie, sqaroi ai. Në të njëjtën kohë, mbështetja për Ukrainën pritet të jetë në qendër të samitit të NATO-s në Korrik në Ankara, në margjinat e të cilit do të jetë i pranishëm edhe Zelenski. Nëse këto fonde jepen më në fund, Ukraina synon t'i kanalizojë ato për forcimin e mbrojtjes ajrore, si edhe për rritjen e kontributeve në listën prioritare të Ukrainës, programi specializuar i NATO-s përmes të cilit aleatët blejnë armë amerikane në emër të Kievit. Para do të ndahen gjithashtu për blerjen e municioneve, sistemeve të luftës elektronike si dhe porosive të drejt për drejta nga industritë vendase të mbrojtjes së Ukrainës. Kievi ka përmirësuar ndjeshëm teknologjinë e dronëve dhe raketave, duke nisur një fushat shumë planëshe në muajt e fundit, nga dronët me rreze të shkurtë të veprimit që e kanë shndërruar vijën e frontit në një zonë të ndaluar të sistemit me rreze të mesme veprimi që po godasin linjat ruse të furnizimit dhe transportit. Në të njëjtën kohë, forcat ukrainase po kryen operacione ushtarake thellë brenda territorit rus, duke synuar fabrika, rafineri, porte dhe infrastrukturë tjetër strategjike.